Do t'ju tregoj një histori me zanën e dhëmbëve. Unë I doja shumë ëmbëlsirat. Haja, derisa mbëhej barku lodër, por pastaj dhëmbët nisën të ngjiheshin e të prisheshin. U tremba keq se fillova të humbas dhëmbët e mi. E di, thonë kur heq një dhëmb, zana e dhëmbëve të sjell një monedhë poshtë jastkut. Mua në fakt më ndodhi ndryshe. Ajo më solli. Gëzohem që zgjodhe karrotën, Zana. E she si shkëlqejnë dhëmbët? Karrota I zbardh dhe I forcon. Ua, vërtet, shiko si shkëlqen. Dhe nuk ndalet këtu. Perimet I Puri ranë më të shëndetshme dhe më të mira, jo vetëm për dhëmbët, por edhe për trurin tënd. Ha perime dhe bëhu I zgjuar. Zana e dhëmbëve aprovon këtë. Gjigji e kuptoi gabimin. Jo, edhe kyra. Të paktën e dikush e ka fajin ëmbëlsira, po ju flas juve. Më keni shkatru gojen. Tani çfarë do bëj pa dhëmbe? Si do ka jo, mram dhëmbët, si do kafshojmë ushqim. Shikojeni bosh si shëmtim. Tani do m'dalin të gjithë. Ëmbëlsira, ju e keni fajin. Të gjithë këta. Gjigji, më dëgjoj mirë. Të gjitha këto karamele I ke zhdukur si asgjë dhe asnjëherë nuk I ke larë dhëmbët. Si mendon të më thrasësh mua zanën e dhëmbëve? Po, ishin shumë të shishme mojzan. Edhe Gjigji, rendesi ka që e ke kuptuar mesimin. Tani e tutje, mos e tepro me ëmbëlsira dhe kujdesu për dhëmbët. E kuptova, Zan. S'dua të mbetëm prapë pa dhëmbe. Mire,